Përshëndetje, sot jemi në ambientet e panairit bujësor në Lushnjë, në stendën e qendrës Saba, e cila është pjesë e bashkangjitur dhe e pandare Fetinvest, dhe do të flasim për një temë e cila është shpeshherë neglizhuar, por në fakt po bëhet gjithnjë më e rëndësishme. Është pikërisht fjala për biosigurinë. Do duam që të shpjegojmë disa nga elementet e rëndësishëm të biosigurisë dhe masat që duhet të merren në fermë. Biosiguria nënkupton një mori masash të cilat kanë të bëjnë me ambientet dhe operacionet e ndryshme që ndërmerren në ferma dhe që janë me bazë të elementeve biologjik, të elementeve kimik ose të elementeve fizik. Për të dhënë një shembull të elementeve biologjik, biosiguria realizohet kur kemi të bëjmë pra me viruse, me baktere, me kërpudhe apo parazit. Ndërsa për elementet kimik mund kemi të bëjmë me shtesat ushqimore, me toksinat nga jashtëqitjet e kafshëve, me mbetjet e medikamenteve, sikurse dhe me elementet fizik, të cilët kanë të bëjnë me pajisjet në fermë, me mjetet e ndryshme me të cilat operojmë në fermë e tjerë. Por, cilat janë burimet e mundshme të rreziqeve? Unë së pari do dua që të tërheq vëmendjen e fermerëve të cilët merren me futjen e kafshëve të reja nga jashtë ferme brenda në fermë. Ktu kam parasysh qoftë kafshët e importit, qoftë kafshët e vlera brenda zonës ku ata jetojnë apo nga rrethet të tjera. Paraqesin çdo blerje e re paraqet rrezikshmërinë e saj, sepse për çdo blerje fermerët rekomandohen që duhet patjetër të bëjnë procesin e karantinimit. Procesi i karantinimit do të thotë minimalisht 40 ditë kafshët duhet të qëndrojnë të veçuara në fermë, pra kafshët e reja që futen në fermë duhet të qëndrojnë të veçuara nga kafshët e tjera. Pse? Sepse ato bëhen shpeshherë bartse të sëmundjeve, të cilat i transmetojnë pra nga fermat ku kanë qenë. Pra, lëvizja e kafshëve nga një fermë në tjetrën duhet jetë një nga elementet kryesor të cilit duhet të kushtojmë vëmendje për sa i përket biosigurisë. Një tjetër element i rëndësishëm është ndotja e ushqimeve. Ku këtu kam parasysh ushqimet e prodhuara në fermë apo ushqimet të cilat blihen jashtë ferme. Dhe flasim për ndotjet e ushqimeve të prodhuara në fermë, të cilat mund të magazinohen në kushte jo të përshtatshme. Që do të thotë kushtet të cilat pra në hangar të cilët janë pre vazhdimisht e brejtësve dhe brejtës të cilët mund të ndosin ushqimin ose janë pre aktivitetit të shpendve që mund të jenë në fermë apo të zojgjve të cilët pra bëhen shkak për ndotjen dhe transmetimin e këtyre elementeve të cilat shkaktojnë mungesë të sigurisë në ushqimet që përdoren për kafshët. Po ashtu, një tjetër element jashtëzakonisht i rëndësishëm është edhe biosiguria për sa i përket ujit. Edhe uji është një element shumë i rëndësishëm dhe kur themi biosiguria për ujin nënkuptojmë jo vetëm cilësinë dhe pastërtinë e ujit, por një vëmendje e veçantë duhet kushtuar njëkohësisht edhe enëve me të cilat ofrohet ujë për kafshë. Një tjetër element që ka të bëjë me biosigurinë është edhe ai i jashtëqitjeve të kafshëve të cilat janë pa manipuluara ose të cilat le të themi nuk i kemi përpunuar. Përdorimi i këtyre mbetjeve organike ose jashtëqitjeve të kafshëve në fermë, pra në aktivitetin bujësor, shkakton një tjetër problem të madh për sa i përket sigurisë në fermë, sepse jashtëqitjet të cilat mbartin ngarkesa të caktuara mundet të infektojnë tokat bujësore kur kjo jashtëqitje është e pa përpunuar. Gjithashtu, një tjetër element i rëndësishëm për sa i përket biosigurisë është edhe vetë personeli i një ferme. Pra, kur ferma ka një staf ose personel i cili punon është i angazhuar, duhet bëjmë kujdes që edhe ky personel të jetë i mirë
kualifikuar për sa i përket elementeve të biosigurisë. Që do të thotë stafi në radhë parë duhet marrë njohuritë e duhura për biosigurinë, dhe njëkohësisht duhet të ndërmarrë menaxherët e fermave duhet të ndërmarrin të gjitha masat e duhura me qëllim që të sigurojnë veshjen dhe higjienën e stafit që është i angazhuar në fermë. Veshjet një përdorimshe janë një domosdoshmëri për fermat elektorale, njëkohësisht higjiena, pra mundësia e larjes së duarve, dezinfektimit e tjera, është bashkë e rëndësishme dhe stafi duhet të rekomandohet që të ketë lëvizje të kufizuara brenda fermës. Pra, lëvizje të cilat nuk janë të nevojshme nga një zonë e fermës në zonën tjetër duhet mundësisht që të eliminohet. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm për sa i përket biosigurisë është edhe biosiguria që ne duhet të garantojmë për vizitorë. Pra, shpeshherë na ndodh që kemi vizitor në fermë, por edhe ata duhet i nënshtrohen me patjetër rregullat e biosigurisë. Kjo qoftë nga higjiena e tyre, pra larja e duarve e tjerë, por njëkohësisht edhe tek veshjet e përshtatshme, siç mund të jenë kputucat një përdorimshe, dorezat një përdorimshe, dhe njëkohësisht për ta është veçanërisht e domosdoshme që të mos qarkullojnë në zona të pa nevojshme në fermë. Mjetet po ashtu janë goxha të rëndësishme për sa i përket biosigurisë. Ne në fermë mund të kemi hyrje të automjeteve të ndryshme, siç mund të jenë automjetet që përdoren për furnizimin me ushqime, furnizimin me vegla të punës, furnizimin me medikamente veterinare ose furnizimin me material gjenetik e tjerë. Pikërisht të gjitha këto automjete të cilat vinë pra në fermë duhet me patjetër të jenë të dezinfektuara. Dhe mënyra në këtë rast është fare e thjeshtë, vendosen pra sfungjerët banjëzues ku çdo mjet është i detyruar të kalojë mbi to për të dezinfektuar rrotat. Pse duhet kjo? Sepse shpeshherë një automjet i cili lëviz nga njëra fermë në tjetrën mundet që nëpërmjet rrotave të bëhet bartës i baktereve, viruseve e tjerë. Masat të tilla janë jashtëzakonisht të domosdoshme për të na siguruar hapin e parë të sigurisë ushqimore, të sigurisë së kafshëve dhe të mirëqenies së tyre. Një material i tillë në lidhje me biosigurinë është në dispozicionin tuaj në faqen online të ABA online, të cilin material mund ta gjeni aty, sikurse edhe çdo pyetje tjetër që mund të adresoni në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me plektorin.